Një 62 vjeçar dyshohet se i ka dhënë fund jetës si shkak i depresionit. Nik Strugaçi nga njësia Shale e Dugaxhinit është gjetur i mbytur në ujërat e lumit Buna gjatë mesditës të së hënës. Trupi i pajet ka dalë në sipërfaqe të ujit dhe është parë rastësisht nga një banor në fshatin Zues të njësisë Ana e Malit. Pasi policia ka marrë njoftim, është nisur menjëherë në vendngjarje, ku Foma është transportuar me autoambulancë drejt morgut në Spitalin Rajonal të Shkodrës, nga ku i është bërë edhe ekspertiza mjekoligjore. Nga kjo ekspertizë paraprake, policia bën të ditur se 62 vjeçari nuk ka shenja dhune në trup. Në këtë mënyrë, sipas policisë vendore, dyshimet janë të forta se shtetasi Nik Strugaçi është vetëm mbytur si pasojë e depresionit që mund të ketë patur. Burime pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe policisë bëjnë me dije se 62 vjeçari ka patur afro 2 ditë që mund të jetë mbytur. Ende nuk është shumë e qartë vendi në cilin 62 vjeçari ka dhënë fund jetës, ndërsa është gjetur në brigjet e lumit Buna në fshatin Zues. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur edhe grupi hetimor dhe po punohet për sqarimin e rrethanave. Megjithatë, policia si pjesë paraprake nga bisedat edhe me të njohur të Nik Strugaçit jep se dyshohet të jetë depresioni. Në fakt, kohët e fundit rastet e personave që vuajnë nga depresioni dhe shkojnë deri në raste ekstreme, siç dyshohet për 62 vjeçarin e vetë mbytur, janë shtuar dhe trendi është në rritje nga viti në vit. Kjo edhe nga të dhënat që raportojnë her pas here institucionet e shëndetësisë, duke bërë që të jetë një problem serioz.